meje. Kjo është Bibla ime. Unë jam ai që Bibla thot se jam. Unë kam atë që Bibla thot se kam. Dhe unë mund të bëj çdo gjë që Bibla thot se unë mund të bëj. Bibla thot që unë jam i bekuar, jam i shpenguar, jam i aprovuar, jam i miratuar, jam fitimtar, jam i suksesshëm dhe jam fëmijë i Perëndis. Unë e besoj në zemrën time dhe e shpall me gojën time dhe unë pres që të ndodhi. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Është kënaqësi që jemi së bashku sot edhe të mësojmë nga fjala e Perëndis, edhe të shpallim fjalën e Zotit së bashku, edhe të qëndrojmë me njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme kur ne mblidhemi së bashku, sepse fjala e Zotit mëson përmes apostullit Paul dhe thot: mos hiqni dorë nga të mbledhurit bashkë. Pra, nuk ka një punë, nuk ka një gjë që duhet na dali që ne të heqim dorë nga të mbledhurit bashkë. Sot, unë duhet mësoj nga fjala e Perëndis, por duhet që të bëjmë edhe këtë shpallje tjetër. Sot, thuani pas meje, unë do të mësohem nga fjala e Zotit. Unë rrëfej me guxim se mendja ime është e kthjellët dhe zemra ime është e hapur dhe unë lejoj që të transformohem nga fuqia e fjalës së Perëndis. Unë nuk do jem më i njëjti pasi të dëgjoj fjalën e Zotit. Në emrin e Jezusit. Amen. Është shumë e rëndësishme që ne të lejojmë që fjala e Zotit të na transformojë, sepse ndonjëherë predikimi i flitet, adhurimi bëhet, lutjet bëhen, dhe ke dy njerëz që janë ulur afër njëri tjetrit. Njëri merr shërim, merr bekim, merr gëzim, kurse tjetri del më keq se çyri. Pse? Sepse nuk lejojnë që fjala e Zotit i transformojë. Në qoftë se ti e ke mendjen atje jashtë, atëre kemi folur kot këtu brenda. Harroje çfarë ke lënë jashtë dhe lejo që fjala e Zotit të transformojë. Tema për sot është ndërtimi i vetes. Ndërto veten tënde. Çdo njeri nga ne është e nevojshme që të ndërtojë shtëpinë e tij. Fjala e Zotit thotë që ne jemi tempulli i frymës së shenjtë. Së pari, ne do t'japim leje frymës së shenjtë të hyjë në jetën tonë. Do të dini që fryma e shenjtë nuk hyn pa leje. Por si e japim leje kur ne pranojmë Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, kur ne i bindemi Perëndis, ai vjen dhe banon në ne. Dhe gjithmonë ne duhet ta lejojmë që ai të punojë me karakterin tonë, të punojë me jetën tonë për të na ndryshuar dhe për të na transformuar. Fjala e Zotit thotë Efesianët kapitulli 3 vargu 16 dhe është lutja e Palit që lutet për kishën e Efesit. Kështu lutej Pali, që ju të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriun e brendshëm. Thoni njëri tjetrit, forcohu me fuqi. Nëpërmjet frymës së tij në njeriun e brendshëm. Pra duhet kuptojmë që kemi një njeri të jashtëm, po kemi edhe një njeri të brendshëm që se njeh askush përveç Zotit. Fjala e Zotit na mëson që para se sa të dalin mendimet nga goja jon, ai di, ai gjykon. Ai gjykon mendimet dhe dëshirat e zemrave tona. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë si David dhe themi: "Më heto o Perëndi dhe më ndihmo të njoh rrugët e mia, se mbase rruga që po eci është e shtrembur, s'është në rregull." Dhe ne kemi nevojë që të drejtojmë shtigjet tona. Dhe kjo është ajo që ne ndërtojmë shtëpinë tonë. Pra kur ti ke një shtëpi, shtëpinë ti duhet ta lyesh, duhet ta suvatosh, duhet ta mirëmbash, ta pastrosh.
ne themi që kur ikin në emigracion, është shtëpia pa frymë njeriu dhe prandaj shkatrohet. I ka bërë Zoti ca ligje që duhet jenë kështu, që të japin jetë njëra tjetrës. Dhe shumë e rëndësishme që ne të lejojmë që fryma e shenjtë na japi jetë ne. Fryma e Zotit na jep jetë. Dhe ne duhet lejojmë që ai të hyjë dhe të na pastrojë. Zoti do të sigurohet që ti të kesh gjithmonë atë që ti ke nevojë. Në çdo fazë të udhëtimit të jetës që ti mund të ndodhesh. Dikush mund të ndodhet, ne u lutëm për Samuelin që është adoleshent. Kemi adoleshent këtu, kemi të rinj, kemi të martuar, kemi burra, gra, kemi dhe moshën e tretë. Në çdo fazë që ti ndodhesh, Zoti sigurohet që të kujdeset për nevojat e tua. Prandaj mos u ndjej i harruar. Nëse ndihesh i harruar, është një gënjeshtër nga i ligu. Zoti do kujdeset edhe për ty. Ai të do ty. Por ka stim kur ai përdor njerëz për të na inkurajuar ne, për të na ngritur dhe për të na forcuar. Por vjen një moment kur Zoti e heq atë mbështetje të jashtme. Pra ne kemi Petron edhe Anxhin, ka një vajzë të vogël shumë të bukur, por ata kujdesen për fëmijën e tyre. Dhe kjo është faza që për një farkohë 1-2 vjet duhet ta ushqejmë me qumësht. Dhe ka nevojë për kujdes, nuk mund t'i thosh asaj vajzës vogël që ja ku është frigoriferi, atje ke qumshin, aty ke biberonin, shko tash i hap. Jo, nuk mundet. Ka nevojë për kujdes. Dhe është një gjë me ne të gjithë. Po kur Zoti heq këtë lloj kujdesi, kjo nuk do të thotë që ti je braktisur. Jo se ai dëshiron të luajë me ty, pra nuk po luan Zoti ku ka fsheti, por sepse ai dëshiron të mësojë që ti të mbështetesh direkt nga Zoti, jo te miratimi i njerëzve, jo te kujdesi të tjerëve, por direkt tek Zoti. Ashtu si njën që e largon foshnjën nga qumshti i qirit ose nga biberoni, ashtu Zoti na do ne të largohemi nga biberoni dhe të rritemi. Pra nuk mund të jesh ti 20 vjet besimtar në kish dhe të jetosh akoma me biberon. Ti duhet të fillosh të hash ushqim nga fjala e Perëndis. Jezusi tha, unë jam buka e jetës, unë jam uji i gjallë dhe ti dhe unë duhet që çdo ditë të lexosh Biblën, të lutesh, ta kërkosh Zotin dhe të ushqesh veten tënde. Në të njëjtën mënyrë Zoti na largon ne nga duartrokitja ose miratimi, apo vlerësimi, apo aprovimi të tjerëve. Ky është një nga problemet, dëshira për vëmendje. Ne duam vëmendjen e të tjerëve, por sot më sot ti ke vëmendjen e Zotit, nuk ke nevojë për vëmendjen e të tjerëve. Ai dëshiron që burimi yt të jetë brenda teje. Jezusi tha, nga brenda teje do dalin çfarë? Lumenj ujë të gjallë. Pra jeti burimi. Dhe shikoni çfarë pozicioni ti ke qenë duke marr, tani do të jesh duke japur. Prandaj Jezusi tha, ai që jep është më i lumtur se sa ai që merr. Pse? Sepse ti jep ujin e gjallë, ti jep fjalën e Zotit, ti lutesh për njerëzit, ti kujdesesh për të tjerët. Nga një person që doje që të tjerët kujdeseshin për ty, tani je ti ai që kujdesesh për të tjerët. Mëso të jetosh direkt nga burimi, sepse çdo gjë tjetër është mjeti. Puna, biznesi, njerëzit janë mjeti që Zoti përdor për të bekuar ty. Nuk janë burimi. Burimi është Jezu Krishti. Thoni njëri tjetrit, jeto me ujin e burimit, që është Jezu Krishti. Ndërto marrëdhënie. Shko te burimi dhe pi ujë. Amen. Dhe një nga mënyrat është kur ne gjejmë identitetin tonë në Krishtin. Kur nuk kemë nevojë që të tjerët t'i japin vlerë aty. Pra, ka shumë njerëz që bëjnë diçka e thonë, s'ma vari njeri, unë bëra një projekt dhe shoqet e mia u bën xhelose. Punë e madhe. Ne e dim që kjo botë kështu është. Por kur ti je i sigurt që burimi yt, vlerat e tua nuk vijnë nga projekti yt, nuk vijnë nga puna jote,
Ato duen, por vinë nga Zoti. Dhe atëre ti miratimin e ke nga Zoti. Ti e di se sytë e Perëndis janë mbi ty dhe nuk e nevoj fare për sytë e mi. Ti ke nevoj për sytë e Zotit. Prandaj apostulli Paul mund të thoshte, kam mësuar të jemi kënaqur në çdo gjendje. Sepse mjaftueshmëria e tij vinte nga Krishti. Apostulli Paul ishte ai që ishte në burg, apostulli Paul ishte ai që biznesmenët e Maqedonisë shoqëronin dhe e suportonin. Madje ata i dhanë aq shumë para sa ai shkoi te kisha në Jeruzalem për të ndihmuar kishën në Jeruzalem. Njerëzit më të pasur të Maqedonisë u kthyen te Zoti dhe e bekuan Paulin. Por ai prap tha, unë falenderoj Zotin. Nuk u var nga njerëzit. U var nga Zoti. Edhe kur ishte në burg, ai shkruajti letrën e Filipianëve, që quhet në teologët letra e gëzimit. Fjala gëzim është përdorur më shumë nga në çdo letër tjetër. Dhe ku ishte Pali? E shkruajti nga burgu. E imagjinoni që burimi I Palit kush ishte? Ishte Zoti. Në çdo lloj situate që je, në çdo lloj rrethane që ti je, mësou të krijosh Jezusin, burimin tënd. Dhe ti nuk ke nevojë ta bësh vetë, sepse tashmë Zoti e ka bërë. Zoti vdiq në kryq, u ringjall dhe ai është burimi I jetës tonë. Një gjë që ne mund të mësojmë është ne duhet të ndalojmë së nënvlerësuari veten tonë. Ndalo së ushqyeri mendime që të dobësojnë dhe fillo të flasësh jetë mbi veten tënde. Fillo të flasësh atë që Bibla thot mbi jetën tënde. Nuk është egoizëm të besosh në atë që Zoti ka vendosur brenda teje. Përkundrazi është përgjegjësi ndaj asaj dhurate, ndaj hirit, ndaj favorit që Zoti të ka besuar ty. Zoti na ka besuar hirin e tij dhe favorin e tij brenda nesh. Zoti na ka besuar identitetin e tij brenda nesh. Por shumë njerëz kur janë vetëm kanë shumë vështirë të thonë që unë jam I bekuar. Pse? Sepse thonë pastore, shikon ti çfarë thanë shka mo? Unë s'mund ta them dot. Por ti duhet ta thuash pse? Sepse Krishti të ka vendosur ty në këtë pozitë. Dhe pozita jote nuk ka të bëjë me rrethanat e tua. S'ka të bëjë me ndjenjat, s'ka të bëjë me atë që ti shikon. Thomai kishte një besim dyshues dhe prandaj Jezusi e qortoi. Por Zoti na ka vendosur ne një dhuratë. Dhe ne duhet jemi përgjegjës ndaj dhuratës që ai na ka dhënë. Shpallë fjalën e Krishtit, atë që ti je në Krishtin. Ndërto veten në frymën e shenjtë, thot Juda, vllai I Jezusit. Në fillim ai kundërshtoi Jezusin, sepse ai tha ti ke lindur nga njëta familje si ne, ç'ne ti që ti je Zoti. Por pastaj ai u bind dhe e ndoqi. Dhe Juda 1:20 thot, por ju shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj, shumë të shenjtë. Pra besimi është gjëja më e shenjtë që Zoti ka vendosur. Dhe jeti, edhe unë bashkë, duke u lutur në frymën e shenjtë. Pra ne duhet të kërkojmë Zotit të ludhemi në frymën e shenjtë. Kur fryma e shenjtë zbriti mbi apostujt, ai dha tyre gjuhë të reja, që quhen gjuhët e frymës. Dhe gjithashtu Romakët 8:26 thot, kur ne nuk dim çfarë të kërkojmë, fryma e shenjtë na drejton neve. Ka raste kur ti ndodhesh në stres, ka raste kur ti thua Zot sti ça të lutem. Dhe aty fryma e shenjtë jep fjalë të patregueshme. Edhe shpesh ne kur adhurojmë lutemi, edhe Zoti pastaj më pas me rritjen tënde në besim ti jep edhe kuptimin, interpretimin e asaj që ti po flet. Por ma ti duhet të kesh guxim që t'ia kërkosh Zotit. Zot, unë e dua. Më jep frymën e shenjtë brenda teje, brenda meje. Merë kohë gjatë ditës ku duhet të lutesh në gjuhë. Ka raste kur unë jam shumë I lodhur, shumë I raskapitur, edhe mund të shtrihem, nuk më zë gjumi nga lodhja, nga mërzitja, aty unë lutem në gjuhë të panjohura, 5 minuta, 10 minuta, dhe Zoti më riforcon.
Prandaj shumë e rëndësishme që ne t'ja kërkojmë Zotit këto gjëra. 1 Korintasit 14:4, fjala e Zotit thot, ai që flet në gjuhë tjetër ndërton veten e tij. Ai flet mistere, jo gjithmonë ke nevojë ta kuptosh. Por është për ndërtimin tënd, është gjuhë e frymës shenjtë që Zoti ta ka dhënë ty dhe mua që ne të ndërtojmë veten tonë. Dhe çfarë thot Juda? Lutuni në frymën e shenjtë. Është një lutje e ndërtuar më mirë se sa mund ta ndërtoj unë me fjalët e mia. Mëso të varesh nga drejtimi i frymës shenjtë. Mos prit që bota të jap vlerën që Zoti tashmë ty ta ka dhënë. Ngrije kokën dhe vështro lart. Ndihma jote vjen nga Zoti. Edhe gjithashtu Zoti na fton, forco zemrën. Gjoni 14 thot, zemra juaj mos u trondit. Besoni në Perëndin, besoni në Atin, besoni edhe mua, thot Jezusi. Kur ne tronditemi do të thotë që nuk e kemi besimin në rregull dhe kemi nevojë të mbështetemi te fjala e Zotit. Mbushë zemrën me siguri në fjalën e Perëndis, duke lexuar fjalën e Zotit. Çdo ditë përpiqu të gjesh kohë për të lexuar fjalën e Perëndis. Nuk kam kohë, është gënjeshtra më e madhe që ne mund t'i themi Zotit. Zoti nuk e beson që ti thua, unë nuk kam kohë të lexoj Biblën. Nëse s'ke kohë të lexosh Biblën, mos ha bukë fare. Sepse ajo është buka e jetës. Dhe ti s'mund të rish pa lexuar fjalën e Perëndis. Medito, do të thotë mendo gjatë mbi fjalën e Zotit. Çdo ditë. Dhe kur ti mediton dhe beson fjalën e Zotit, ajo bëhet ushqim për ty. Ndërtoje veten çdo ditë duke qëndruar në praninë e tij, duke soditur bukurinë e tij, duke numëruar bekimet e tij. Dhe kjo të bën ty të rrënjosesh në Krishtin. Kur ti shikon natyrën, ti mund thuash lavdi Zotit sa bukur e ka krijuar Zoti. Kur ti shikon hënën, yjet, kur ti del në mal dhe shikon dritat, në mes të errësirës ti shikon ca drita dhe pastaj ti mendon kështu janë besimtarët kur luten, janë drita e Zotit për këtë qytet. Dhe kjo do të shtyjë ty që të lutesh për qytetin. Kur ti je rrënjosur në Krishtin, nuk ke nevojë për duratrokitet e njerëzve, për të ecur përpara. Burimi yt është Zoti, forca jote është Zoti dhe ardhmja jote është në duart e Tij. Pra ti nuk ke frikë, frika për të ardhmen largohet. Ndërto veten dhe kujdesu për ushqimin tënd frymor çdo ditë. Beso atë që Perëndia thot për ty dhe ec me guzim drejt thirrjes së Tij për jetën tënde. Një lutje që mua më ka ndihmuar shumë të rritem në frymë gjatë gjithë jetës time dhe kam mësuar të 1995, është Efesianët kapitulli 3, vargjet 14 deri në 21. Dhe shumë mirë që ju ta mësoni ta bëni këtë lutje. Ta ktheni në veten e parë numri 1 për veten tuaj. Le ta bëjmë pas meje. Për këtë arsye, unë përull veten time përpara Atit të Zotit tim Jezu Krisht, nga i cili merre emër çdo familje dhe familja ime në qiej dhe mbi tokë. Të më jap mua sipas pasurisë së lavdisë së vet, që të forcohem me fuqi nëpërmjet frymës së Tij në njeriun tim të brendshëm, që Krishti të banojë në zemrën time në anë të besimit, që unë të rrënjosem dhe të themelohem në dashuri, që unë të mund të kuptoj me gjithë shenjtorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, që unë ta njoh dashurinë e Krishtit, që të i kalon çdo njohuri dhe të mbushem me tërë plotësinë e Perëndisë. Atij qoftë lavdia
që vepron sipas fuqisë së tij në mua, dhe ai mund të bëj jashtë mase shumë më tepër nga sa unë kam kërkuar dhe nga sa unë kam menduar. Atij qoftë lavdia në mua, në kishën, në Krishtin Jezus, për të gjitha brezat, në jetë të jetëve. Amen. Halleluja. Ktheheni këtë për veten tuaj. Bëheni çdo ditë. Dhe një mënyrë tjetër se si ne ndërtojmë veten është të qenit i etur. Të jemi të etur për prezencën e tij. Të jemi të urritur për fitore. Ndërsa kemi kampionatin botëror dhe po lexoja intervistën për Messin. Unë nuk kam qenë kur tifoz i Messit, sepse kam qenë gjithmonë tifoz i Gjermanit. Dhe kur ai luante mirë dhe mund të Bayerin, unë e kisha inat dhe gjithmonë flisja keq. Po te kjo intervista më bëri të ndryshoj. Pse? Pronari i tij i ekipit ku ai luan thot, ai është i etur për fitore. Gjithë komentatorët, jo është 38 vjeç, jo s'ka fuqi të eci, jo s'ka fuqi të luaj, po ai po dredhon nga 4 persona. Ai po bën gola, ai po jep pasa për të bërë gola. Edhe çfarë mora nga ky person ishte i etur për të fituar. Nëse nuk ke etje për fitore, më mirë mos u fut në fush fare. Është një të gjë me ne të krishterët. Ne do të jemi të etur për të fituar. Zoti na ka dhënë autoritetin, Zoti na ka dhënë fjalën, Zoti e ka mundur armikun ton dhe ne duhet thjesht të luajmë një lojë të fituar. Dhe prapë shumë të krishterë pësojnë humbje, pse? Se nuk kanë etje. Duhet të kemi etje për fjalën e Zotit, etje për fitore, etje për dashurinë e Perëndis, etje për marrëdhënie me Zotin. Psalmi 107 vargu 9 fjala e Zotit thotë, sepse ai e ngop shpirtin e etur. Le ta themi gjithë. Ai e ngop shpirtin e etur dhe e mbush me të mira shpirtin e urritur. Pyetja është sot, a je i etur? A je i urritur? Thoja vetes, a jam unë i etur për Zotin? A jam i urritur për fjalën e Perëndis? Dhe nëse je, Zoti do të mbushi plot. Zoti nuk e mbush dhe nuk e kënaq zemrën krenare. Nuk e kënaq zemrën dyshuese. Ai mbush dhe kënaq zemrën që ka etje për premtimet e Perëndis. Nëse dëshiron që ti të shikosh shërim, favor, bekime, pranim dhe dyer të reja të hapen në jetën tënde, mos e humb kur etjen për Zotin. Nëse ti je i etur gjithmonë për Zotin, Zoti gjithmonë do t'japi më shumë. Dhe Efesianët 5:18 fjala e Zotit thotë, dhe mos u degni me verë në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymën e Perëndis. Mos ndaloni së besuarin, vazhdo të ndërosh, vazhdo të presësh që Zoti do veprojë në jetën tënde. Vazhdo të shpallësh fjalën e tij mbi jetën tënde, mbi fëmijët e tu, mbi familjen tënde, mbi shëndetin tënd, mbi punën, mbi biznesin tënd. Edhe sikur e thanë atë janë kundër këtyre gjërave, ti vazhdo dhe shpall bekimin e Zotit. Premtimet e Perëndis nuk skadojnë dhe fuqia e tij nuk paksohet. Duhet ta dini këtë gjë. Mos haro, Zoti nuk vendos një ëndër në zemrën tonë pa pasur një plan dhe një fuqi për ta përmbushur atë. Nuk ka derë që ai nuk mund të hap. Ai nuk ka gjë që ai nuk mund të lëvizi, nuk ka problem që nuk mund të lëvizi nga fuqia e Zotit. Ai mund të nxjerrë ty nga çdo problem. Pyetja është, a je akoma i etur për më shumë nga Perëndia? Ti mund të kesh arritur një stat besimi, mund të kesh parë shenja dhe mrekulli, mund të kesh parë Zotin të veprojë, por në një moment caktuar ti mund thosh, po pse me mua do merret Zoti? Opa, iku etja.
po me ty do merret. Edhe me mua do merret. Kjo është gënjeshtër nga djalli, kur ne mendojmë pse me mua do merret Zoti, ka 7 miliard njerëz në botë. Zoti do merret me secilin prej nesh. Jeto me qëllim dhe bindje në jetën tënde. Jeto me identitetin e Perëndis. Dhe identiteti yt nuk përcaktohet nga opinionet e njerëzve, por nga ajo që Perëndia thot për ty. Mos lejo që opinionet të drejtojnë jetën tënde. Ato do ta drejtojnë vetëm kur ti i lejon. Mos lejo këtë gjë. Jepi Zotit të drejtë që të eci dhe të drejtoj. Ai është miratimi yt, dhe miratimi i Zotit është i mjaftueshëm. Nuk e nevojë për miratim tjetër. Ndërtoj jetën tënde mbi shkëmbin që është Jezusi. Kur stuhit fryn, kur njerëzit largohen dhe kur rrethanat ndryshojnë, ai mbetet i njëjti. Çfarë thot te Mateu kapitulli 6? Erdhi era, ra shiu, u ngritën ujërat, shtëpia në rrë u prish, shtëpia në shkëmb qëndroi. Dhe nëse ti je ndërtuar në shkëmbin e Jezus, ai është shkëmbi i shpëtimit tënd dhe ti do qëndrosh. Nuk ka shkëmb tjetër si Jezusi. Mos u dorëzo, mos e humb etjen. Mrekullia jote është shumë afër dhe më afër nga sa ti mendon. Mos e bazoj jetën tënde tek ndjenjat e tua, sepse atëherë ato do të marrin një drejtim të gabuar. Ne kemi njerëz që e njohim që në mëngjes janë të gëzuar, në drekë janë çik të mërzitur, në darkë bëjnë sherr sa s'ka më këtë vetë. Prandaj është e rëndësishme që ne të kuptojmë, jo po kështu jam, kështu ndihem. Jo, Zoti mund të ndryshojë. Nuk ka kështu jam, kështu ndihem. Dorëzoja ndjenjat e tua Zotit dhe ai mund të ndryshojë. Nëse ti thua jam i gëzuar kur turfullon, atëherë turfullimi do iki. Nëse ti thua un kam vetë kontroll, sepse vetë kontrolli është fruti i frynës shenjtë. Ti mund të mbash të kontroll inatet e tua. Nëse je njeri inatçor që ti për 5 minuta ka pjata luk, thik çka ka. Edhe njerëzit sot shkojnë në spital, pash një video një ditë, kishin shkuar në spital dhe pastaj përfunduan në zullë me thika me njëri tjetrin. Kush e bën këtë? E bën inati, emocioni, ndjenja. Jo kështu e ndjeva unë, kështu e thash, kjo është gabim. Kjo botë mëson që ta bësh një gjë të tillë, por kjo është gabim. Ti nuk duhet të flasësh ndjenjat e tua. I keni vënë re ndonjëherë njerëzit që agravojnë veten tënde e tyre, fillojnë në fillim me pak fjalë negative. Pastaj fillojnë të shajnë, pastaj vetëm pushka i nda. Vetë kontrolloj. Dhe ti mund ta kontrollosh. Pse? Se fryma e shenjtë është brenda teje dhe Zoti të ka dhënë autoritet që ti mund ta bësh. Zgjidh sot ti jesh falendërues para se sa të shikosh përgjigjen. Shumë njerëz thonë do ta falenderoj Zotin kur ai të më sjellë mua një pur të pjekur. Fillo ta falenderosh Zotin që tani. Sepse nuk funksionon kështu. Funksionon besimi kur ti nuk i shikon gjërat. Nëse ke kërkuar Zotit një punë të mirë, thuaj Zot faleminderit që unë kam punën e mirë. Mos u përqendro te ajo që mungon, po përqendrohu te Zoti. Pse? Çfarë thotë Efesianët? Ai mund të bëj shumë më tepër nga sa unë kërkoj dhe nga sa unë mendoj. Amen. Haleluja. Le të çohemi në këmbë dhe le të lutemi. Zot Jezus, unë vi për para teni më të ndëshenjë, falenderoj për vëllezërit dhe motrat e mia, edhe unë lutem Zot që ti do na zbulosh se si ne të ndërtojmë veten tonë në fjalën tënde Zot, në frymën e shenjtë dhe të qëndrojmë Zot duke u dhëur me frymën Zot. Ne nuk duam të dehemi me dehjen e kësaj bote, Zot, me verën e kësaj bote, me mënyrën se si kjo botë jeton. Zot, ne duam të jetojmë ndryshe. Edhe Zot, ne nuk duam të jetojmë me miratimin, me duar trokitjet e të tjerëve, apo nga vlerësimi kësaj bote. Zot, ne duam të gjejmë identitetin tonë në ty. Unë lutem Zot për një frymë zbulese që ti do të derdhësh në kishën tonë. Frymë e shenjtë, eja dhe merr kontroll Zot. Dhe bëj Zot që ne të jemi të etur për
fuqinë tënde, Zot, për ty personalisht, Zot. Zot, na jep etje, Zot. Ne kërkojmë falje, Zot, se nuk kemi qenë të etur ndaj Teje, Zot. Dhe sot unë lutem për një etje frymore, Zot. Për një etje për ujin e gjallë, për një etje për fjalën, për Biblën, Zot, edhe lutem, Zot, për një etje për frymën e shenjtë, Zot. Në emrin tënd të shenjtë unë lutem. Amen. Lavdi Zotit.